Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të shohim mësimin 16 të nivelit A1 dëgjues angleze. Do të ndalemi të paktën te 3 aspekte. Word order in questions, radha e fjalëve në pyetje, kemi përmendur diçka, do shohim disa aspekte më të detajuara tani. New verbs, do të shohim disa folje, disa fjalë të reja, dhe time words, dhe fjalët të cilat përdoren në lidhje me kohën. Le të vazhdojmë. Shikojmë pak aspektin e parë, aspektin gramatikor. Word order in questions. Radha e fjalëve në pyetje. Në përgjithësi, mënyra se si ne i rendisim fjalët në një pyetje në gjuhën angleze do të ketë këtë formë. Pra, nëse kemi, do të fillojmë me question words, fjalë pyetse, kushjat janë fjalë pyetse, janë ato që zakonisht në anglisht u referohemi si WH questions. Where, when, why dhe kështu me radhë. Pastaj do të kemi auxiliary, foljen ndihmëse, subject, subjektin, pra për kë po flasim, mund të jetë një përemër, mund të jetë emri i personit, sendit, okay? Mund të jenë edhe fjalë që tregojnë për subjektin. Dhe pastaj do të vi folja verb. Nëse arrim të shkojmë deri këtu, edhe nëse fjalia është pak më gjatë, do ta kemi shumë herë më të lehtë pasaj të vendosim ato pak fjalë që na mbeten pas këtyre. Pra e rëndësishme është të arrim deri këtu. Okay. Le të shohim pak, duke qenë se deri tani kemi parë fjalët ku kemi përdorimin e foljes be, e cila nuk ka nevojë për një ndihmëse, pra nuk ka nevojë për do, dhe kemi parë edhe foljet e tjera, pra në kohën e tashme të thjesht, simple present, ku pam se kishin nevojë për ndihmësen do. Kështu që të shikojmë me radhë. Question with be, pra pyetje me foljen be, me foljen ja. Do të ndërtohen në këtë mënyrë, okay? Në formë pozitive, pra kur pohojmë, zakonisht do të kemi subjektin, jo zakonisht, por do të kemi subjektin dhe pastaj foljen, okay? Për shembull, it, subjekti, is, folja, summer in Albania, po tregoj, është ver në Shqipëri, okay? Nëse të formulojmë pyetjen, çfarë do të ndodhi? Tham që do të ndryshojmë vendet. Folja do të dali përpara subjektit. Pra folje, verb, pasaj subject. Shikoni pak, ndërkohë që te forma pohore kishim it is, kur tregonim, tani do pyesim, kalon is përpara. Is it summer in Albania? A është ver në Shqipëri? Okay. Nëse do na ndodhim të kërkojmë informacion, kështu që do na duhet të vendosim një fjalë pyetse, atëherë fjala e pyetëse do vinë në fillim, pastaj folja, pastaj subjekti. Pra question word, verb, then subject. When is it summer in Albania? Kur është ver në Shqipëri? Okay? Mbaj mend që kur përdorim fjalë pyetse, po kërkojmë informacion. Kështu që përgjigjja nuk mund të jetë po ose jo. Do të jetë informacioni që po na kërkohet. Pra, when is it summer in Albania? When e përdorim për të ditur kohën, kur është ver në Shqipëri. Kalojmë të tjerë, shikojmë disa aspekte të tjera. Are they American? A janë ata Amerikan? No, they are Canadian. Jo, ata janë kanadez. Is this your coat? A është kjo paltoja jote? Yes, it is. Thank you. Po, ajo është. Faleminderit. How old are you? Sa vjeç je ti? I'm 28. Dalmi pak këtu. Nëse shikoni, këtu kemi dy fjalë të vendosura përpara foljes jam, pra për foljes be, që këtu kemi përdorimin e are, që është pjesë e foljes be nëse ju kujtohet. Okay? Teknikisht fjala pyetëse është how dhe jo old. Old. Po në disa raste, disa fjalë pyetëse mund të kenë nevojshme të marrin 1, 2, ndonjëherë edhe 3 fjalë mbas tyre, që teknikisht pastaj bëjnë pjesë e foljes, bëjnë pjesë e fjalës pyetëse, si në rastin ton how old. Kjo mund të ndodhi kryesisht me how dhe mund të ndodhi shpesh edhe me fjalën pyetëse what, siç kemi edhe më poshtë. What time is it? Sa është ora? Këtu, përgjigja, it's about 2:30. Është rreth 2:30, pra nuk është fikse 2:30. Le të vazhdojmë mëtej. Question with other verbs. Pyetje me folje të tjera. Pra, në përgjithësi pam se foljet e tjera në kohën e tashme të thjesht, hiq folje be dhe pak raste që ne do të marrim pak më vonë, ka nevojë për një ndihmëse. Cila është ndihmësja? Atë që në anglisht ne quajmë auxiliary, është folja do.
Kujtojmë edhe një herë që një auxiliary ne në përgjithësi nuk e përkthejmë në gjuhët e tjera, nëse ajo formë nuk ekziston në atë gjuhë. Dhe përdorimi i do si ndihmëse në shqip nuk ekziston, pra që ne nuk e përkthejmë. Okej? Si do të ishte forma pozitive? Edhe këtu. Në fillim do të kemi subject, pastaj do të kemi verb, foljen. Shembulli, you go to the gym. Okej? Kam bërë edhe me ngjyra të ndryshme që të kemi mundësi të dallojmë, ta kemi më të lehtë. Nëse do të bëjmë pyetje, atëherë subjekti dhe folja nuk e ndryshojnë vendin, ndryshe nga folja B që pam se si e ndryshonin vendin. Do mbeten në të njëjtin pozicion. Por çfarë do bëjmë? Në fillim do të shtojmë auxiliary ndihmësen, prandaj radha do të jetë e tillë. Auxiliary, subject, verb. Okej? Kujtojmë që folja do të jetë gjithmonë në formën bazë të saj. Prandaj themi base form. Përse e themi këtë? Ju kujtohet pak video më përpara, pam që në kohën e tashme të thjesht për veten e tretë njëjës, foljet mirin s. Për shembull, I speak, he speaks, pra vendosim s. Por, kur kemi të bëjmë me pyetjet e negativet, pam që folja kthehej në formë bazë të saj. Prandaj gjithmonë themi që folja do të jetë në formë bazë kur kemi pyetjet. Edhe një shembull, do you go to the gym? Ja të kemi. Nëse në ndodhë që të kemi pyetje me fjalë pyetse edhe këtu, e njëjta logjik, siç pam edhe më përpara. Fjala pyetse do të jetë gjithmonë e para, pastaj ndihmëse, pastaj subjekti, pastaj folja. Question word, auxiliary, subject, verb, gjithmonë në base form. When do you go to the gym? Pra, kur shkon në palestër? Okay? Edhe në të djathtë e kemi disa shembuj të tillë, qoftë me përdorimin e do ose does që ndryshon në he, she, it, ose përdorimin e fjalëve pyetse. Do you speak English? A flet ti ose a flisni ju anglisht? Yes, I do. Po. Does she speak English? Shikoj si kemi kalojmë nga do në does kur flasim për she dhe folja mbetet në formë bazë, pra nuk i shtojmë s në pyetje. A flet ajo anglisht? No, she doesn't. Jo. Where do you live? Ku jeton? In a city, in Albania. Në një qytet, në Shqipëri. What does your sister do? Çfarë bën motra jote? Me idenë që çfarë pune bën? She is a nurse. Ajo është infermiere. What music do you like? Çfarë muzike pëlqen ti? Pop music. Muzikën pop. When does Jane go to the gym? Kërkon kohën, kur shkon Jane në palestër? At 6 in the morning, në orën 6 të mëngjesit. How do you spell your last name? Si e gërmëzon ti mbi emrin tënd? S-I-L-V-A. Okay? Nëse nuk i kemi mësuar shkronjën të alfabetit, pak e nga pak mund t'i mësoj. Nuk janë shumë të nevojshme të folit e përditshëm, por ja ka disa aspekte që është mirë t'i dim se mund në duhet të përdorim. Vazhdojmë mëtej, question with do vs questions with be. Pra pyetje ku ne përdorim ndihmësen do dhe pyetje ku përdorim foljen be, cilat janë diferencat ose aspektet ku duhet të bëjmë kujdes. Së pari, do not use be in simple present. Okay? Këtu është përfaqësimi pak më i thjeshtë, fa në thotë mos e përdor foljen be në kohën e tashme të thjeshtë, ose e thënë më detajuar kur kemi folje të tjera. Pra, ose një formë do, ose foljen be. Okay? With other verbs, speak, live, etc. Do you like Italian food? Në këtë kontekst, ata pëlqen ushqimi italian? Nuk mund të themi për shembull, nuk do kishte sens, duke qartë. Are you like Italian food? Pra, o do përdorim do si ndihmëse, o do të kemi foljen be, e cila del para subjektit për të bërë pyetjen. Aspekti tjetër, do not use the auxiliary do with questions with be. Edhe këtu, kur kemi foljen be, e ndërton vend pyetjen, siç tham, duke dalë përpara subjektit. Nuk ka nevojë të shtojmë do. Where are you from? Nga je. Nuk ka nevojë të themi where do you ose do are you from. Po ta shikoni edhe nuk tingëllon bukur në vesh. Ndërkohë që përparoni me anglishtën edhe mësoni aspektet e reja, do shikoni edhe ju që kur diçka nuk është e thënë, nuk thuhet në mënyrën e duhur, do fillojë të tingëlloj keq në vesh. Le të shohim disa folje të tjera.
Tham, të gjitha fjalët janë nevojshme ti mësojmë, disa janë pak më tepër të rëndësishme se të tjerat, ose se luajnë një rol shumë të rëndësishëm gramatikor, ose janë ato fjalë të cilat i përdorim më shpesh. Okay? Këtu i kemi përdorur edhe në formë shprehjesh, okay? Kërkoj ndjes që disa në cep mund të mos duken shumë qartë, nga që kemi edhe pjesën e kamerës. Okay. Go ice skating, të shkosh për patinazh. Play sports, të luash sporte. Ski, të bësh ski. Snowboard, okay, të bësh përsëri të shkasesh me snowboard. Stay, si stay inside, të qëndrosh brenda. Tani, për sa përket sporteve, do të shikojmë që sportet edhe në shqipe kemi i pak të ngjashme me anglishten. Mund të marrin një folje tjetër përpara, në mënyrën se si i themi. Mund të jetë go, mund të jetë do, mund të jetë play. Do të shikojmë to pak e nga pak pasaj këto në grupe. Kalojmë të djathtë, swim, notoj, visit, vizitoj, si visit a city, vizitoj një qytet, walk, eci. Do shikoni që në disa raste fjalët jo vetëm që thuhen ndryshe, por mund të ndodhi që në disa raste të kemi edhe shkronja të heshtura, të cilat i shkruajmë, por kur e themi fjalën nuk i themi, si për shembull rastin e fjalës walk. E shkruajmë me l, por l nuk e përmendim. Atëherë, të shikojmë pak disa fjalë dhe shprehje të cilat i përdorin në lidhje me kohën, okay? Time, words, fjalë kohe. Shembulli i parë. I get up at 7. Then I take a shower. Then është që në shqip ku përdorim fjala që ne përdorim në shqip do të ishte pastaj. Pra tregojmë një veprim, pastaj veprimin tjetër. Pra unë çohem në 7, pastaj ose mbas asaj I take a shower. Pastaj bëj një dush. Okay? I read the newspaper when I have time. Unë lexoj gazetën kur unë kam kohë. Okay? Shkoni pak përdorimin e foljes when, që deri tani e pam si një nga fjalët pyetse, ku ndërtonin pyetjen, mund ta përdorim edhe si fjalë kohe për të treguar se kur, si në rastin tonë për shembull, lexoj gazetën kur kam kohë. Treshi, I have lunch at about 12:30. Unë ha drek rreth, pra about, rreth kësaj ore, rreth orës 12:30. 4. After work, I go home and have dinner. Mbas pune, unë shkoj në shtëpi dhe ha darkë. After do t'ishte ajo që do themi mbas. Na duhet pak kujdes që të mos ngatrojmë përdorimin e then dhe after që se kanë kuptim të parafort, por mënyra se si ndërtojmë fjalin ndryshon pak. 5. I watch TV or read before I go to bed. Unë shoh televizor ose lexoj para se unë shkoj për të fjetur. Okay? Pra then, when, about, after, before. Ndërkohë që esim pastaj me nivelin, do të shikojmë edhe shprehje dhe fjalë të tjera në lidhje me kohën. Kaq kishim edhe për këtë mësim. Ju falenderoj për vëmendjen dhe shihemi në videon e radhës.